Qëndro i palëkundur. Allahu i lartësuar i do ata që janë të qëndrueshëm. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Midis besimtarve ka të atill që kanë mbajtur beslidhjen me Allahun. Disa prej tyre kanë vdekur, ndërsa të tjerët presin pa ndryshuar asgjë nga besnikëria e tyre. Vllai i nderuar, motër e nderuar, sado të mëdha të jenë sprovat në këtë dynja, sado pra të duket i vogël zëri i vërtetës, mos u dorëzo, mos u lëkund. Nëse je i sinqert me Allahun, Allahu ka për të rujt, ka për të bëhet qëndrueshëm. Vllai i nderuar, motër e nderuar, qëndro në të vërtetën. Mos ndrysho në lidhje me krijuesin e gjithësisë. Kujtoje këtë pra, ata besimtar, njerëz sinqert. Kujtoj dhe mundohu pra ti kujtosh vazhdimisht. Kjo jetë është kalimtare, është e shkurtër, punë ditësh, të gjithë pra do të shkojmë nga kjo dynja. Ama le t'i lutemi Allahut të lartësuar që të na bëjë të qëndrueshëm. T'i lutemi të madhit Zot që të na mbajë në rrugën e profetit alayhis salam, në rrugën e njerëzve të mirë, në mënyrë që në botën tjetër të jemi me profetin alayhis salam në xhennet. Allahu na bëft të qëndrueshëm. Amin.